Gjykata e Beratit ka caktuar arrest me burg për Kristo Memaj, 63 vjeç, i njohur edhe si Konstantin Hoxhaj, pas vrasjes së 42 vjeçarit Keli Hoxha nga Tirana në Kalan e qytetit. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 28 tetorit, kur Hoxha vizitoi Kalan e Beratit së bashku me familjen. Sipas deklarimeve, konflikti nisi pasi viktima i preku kalin e përdorur për shëtitjen e turistëve kundrejt pagesës, të cilën Memaj kishte paralajmëruar si ishte i acaruar. Në përplasjen që pasoi, Memaj nxorri thikën e fshehur në samarin e kalit dhe goditi Hoxhën në sy të nënës, bashkëshortes dhe fëmijëve të tij të mitur. Viktima nuk mund të mbijetonte plagëve dhe ndroi jetë sapo mboriti në spitalin e Beratit. Pas krimit, Mema u fsheh në një shpellë dhe më pas shkoi në banesë, ku lidhi kalin në kasolle. Autoritetet e arrestuan disa orë më vonë. Hetimet kanë zbuluar se 63 vjeçari kishte një vrasje të mëparshme në vitin 93, për cilën nuk vuajti asnjë ditë burg, pasi dënimi ishte i parashkruar. Në seancën e gjykatës, Mema shprehu pendesë dhe kërkoi falje nga familjarët e viktimës, duke theksuar se veprimi i tij ndodhi në gjak nxehtësi gjatë debatit me Hoxhën. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka ngritur shqetësime për sigurinë e turistëve në zonat historike.